Zyrtarët e lartë socialistë janë diskutuar shpesh herë për favorizimet shtetërore në sektorin e turizmit. I tillë është rasti i Arben Pëllumbit, i cili i ka aplikuar për ndërtimin e një kompleksi turistik në fshatin Radhim të Vlorës. Qytetarët kanë denoncuar praktika të dyshimta të qeverisë ku të burgosurit e shoqëruar nga policia bëjnë aplikime për karta identiteti me qëllim manipulimin e votës. Sipas një raporti të Daily Mail, shqiptarët kryesojnë listën e të huajve të burgosur në Angli dhe Wales. Në fund të vitit 2024, numri të burgosurve shqiptar arriti në 1100 persona. Arsimi profesional në Shqipëri ka pësuar rënje prej 20% të aftësive të rinjve në krahasim me vitin 2023, sipas raportit të fundit të Fondit Evropian për trajnimet. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar grupimin Houthi në Yemen se çdo sulm i mëtejshëm do të konsiderohet si një akt lufti orkestruar nga Teherani. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Zyrtarët e lartë socialistë janë diskutuar shpesh herë për favorizime shtetërore në sektorin e turizmit. I tillë është rasti i Arben Pëllumbit, i cili ka aplikuar për ndërtimin e një kompleksi turistik në Radhim të Vlorës. Një rast i ngjashëm është edhe i Artan Gaçit, bashkëshortit të ish-ministres Olta Xhaçka, i cili tentoi ndërtimin e një hoteli me 5 syje në Himar. Investimet e zyrtarëve të lartë socialistë në ndërtimin e resorteve dhe hoteleve luksoze në Bregdetin e Jugut po bëhen gjithnjë më të zakonshme, duke ngritur dyshime për përdorimin e favoreve shtetërore në këtë sektor fitimprurës. Rasti më i fundit është ai i Arben Pëllumbit, kryetari të Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, i cili ka aplikuar ndërtimin e një kompleksi turistik në Radhim të Vlorës. Sipas dokumenteve të dorëzuara në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, projekti i deputetit socialist përfshin një kompleks apart-hotel me ndërtesa që variojnë nga 1 deri në 6 kate mbi tokë dhe me 2 kate nëntokësore. Ky investim është bërë në emër të kompanisë ABA, e cila zotërohet 100% nga vetë Pëllumbi dhe administrohet nga vëllai i tij Erlind Pëllumbi. Ky nuk është rasti i parë ku një zyrtar i lartë i Partisë Socialiste shfaqet i përfshirë në projekte të mëdha ndërtimi në Bregdet. Më herët, Artan Gaçi, ish deputet socialist dhe bashkëshorti i ish-ministres së jashtme Olta Xhaçka, tentoi ndërtimin e një hoteli me 5 syje në Himar. Ky investim përfitoi nga statusi i investitorit strategjik, një mekanizëm i qeverisë për të dhënë përparësi projekteve të mëdha, si dhe mori të drejtën për përdorimin e plazhit për 30 vjet. Megjithatë, pas denoncimeve publike, kjo çështje përfundoi në SPAK, ku kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro, u arrestua për falsifikim të dokumenteve të pronës. Hetimet zbuluan se toka ku do të ndërtohej hoteli ishte përfituar përmes dokumenteve të falsifikuara, duke u regjistruar fillimisht në emër të 2 banorëve të zonës, të cilët më pas ia shitën familjes së ish-ministres Xhaçka me çmim shumë më të ulët se sa vlera e tregut, rreth 20 euro për metër katror. Gjykata e posaçme vendosi përfundimisht konfiskimin e kësaj prone nga shteti, ndërsa Goro u dënua me 2 vite burg. Interesant është fakti që lidhjet mes Pëllumbit dhe Xhaçkës nuk kufizohen vetëm te biznesi i resorteve. Ish-ministria është mbesa e deputetit Pëllumbi, duke krijuar kështu një rrjet të fuqishëm familjar dhe politik brenda Partisë Socialiste, i cili duket se ka siguruar akses të privilegjuar në investimet në Bregdet. Ky fenomen ka krijuar shqetësim mbi mënyrën se si qeveria ka orientuar politikat e saj zhvillimore në turizëm. Me statusin investitor strategjik, qeveria ka ofruar toka shtetërore, ulje taksash dhe lehtësi të tjera fiskale për ndërtimin e resorteve, por gjithnjë më shumë po del në pa se këto favore përfundojnë kryesisht në duart e njerëzve të pushtetit. Qytetarët kanë denoncuar praktika të dyshimta të qeverisë ku të burgosurit të shoqëruar nga policia përdoren për aplikimin e kartave të identitetit me qëllim manipulimin e votës, duke kërcënuar integritetin e zgjedhjeve dhe demokracisë në Shqipëri. Qytetarët të shokuar kanë denoncuar sot praktikat e dyshimta të qeverisë që po nxirr të burgosur për të marrë karta identiteti me qëllim blerjen e dyshuar të votës së tyre në zgjedhjet e 11 majit. Në denoncimin e qytetarës nga zyra e pasaportave në Fier, thuhet se të burgosur me pranga po sillen aty për të bërë aplikimet, të shoqëruar nga roje që nuk lejojnë asnjë të filmojë ose të bëjë pyetje për atë që po ndodh. Fëmijët të rritur përballen me situatë të pazakontë, madje të frikshme, por policia po shoqëron të burgosurit me arrogancë, urdhëron të pranishme të mos filmojnë zhvillimet, si dhe hyn paradh për të kryer aplikimet. Për fat të keq, ka dyshime të forta se të burgosurit nxitën të votojnë të diktuar nga zyrtarët e pushtetit, që kontrollojnë institucionet e dënimit në një praktikë abuzive që cënon integritetin e votës dhe të zgjedhjeve në Shqipëri.
Kjo situatë ka ngjallur shqetësime mbi integritetin e zgjedhjeve dhe manipulimin e votave, duke dëmtuar kështu një nga elementet më themelor të demokracisë. Qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ndërkohë që bëjnë thirrje për përforcim të kontrolleve dhe mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor. Gentian Kamberi, një taksist shqiptar në Greqi, humbi jetën tragjikisht në një aksident ku makina e tij u përplas me shpejtësi nga një 22 vjeçare greke e cila kaloi me semafor të kuq dhe kishte konsumuar alkol. Detajet e reja kanë dalë në dritë në lidhje me aksidentin tragjik në Athinë, ku një taksist shqiptar humbi jetën pasi automjeti i tij u godit nga një makinë që drejtohej nga një 22 vjeçare greke me shpejtësi të lartë. Viktima, Gentian Kamberi, 47 vjeç, me origjinë nga Tirana, kishte ndërtuar jetën e tij në Greqi dhe ishte babai një vajze 12 vjeçare. Ai dhe bashkëshortja e tij punonin si taksist, duke ndarë oraret e punës, ajo gjatë ditës dhe ai gjatë natës, për të siguruar një jetë më të mirë për familjen e tyre. Një nga miqtë e tij të ngushtë ka shprehur dhimbjen për këtë humbje tragjike. Ishte një njeri i ndershëm, i cili punoi dhe ndërtoi jetën e tij në Greqi. Nuk kam fjalë për atë që i ndodhi atij dhe familjes së tij. Është një fatkeqësi e madhe. Vajza e tij do të rritet pa baba dhe e shoqja, një grua shumë e denjë, do të duhet të mbaj barrën e familjes së vetme. Nuk mund ta besoj që ai u largua në mënyrë kaq të padrejtë. Sipas raportimeve, 22 vjeçaria Ekaterina Caci ka kaluar një semafor të kuq dhe është përplasur me taksinë drejtuar nga Kamberi. Nga hetimet paraprake ka rezultuar se reja kishte konsumuar alkool mbi normën e lejuar. Ajo mbeti e plagosur dhe po trajtohet në spitalin Atikon, ndërsa është arrestuar dhe pritet të japë dëshminë e saj parahetuesve mëngjesin e së martës. Sipas një raporti të Daily Mail, shqiptarët kryesojnë listën e të huajve të burgosur në Angli dhe Wales. Në fund të vitit 2024, numri i të burgosurve shqiptar arriti në 1100. Bandat shqiptare dominojnë tregtinë britanike të drogës dhe janë të dënuar për vrasje, krime seksuale, pastrim parash dhe kontraband me njerëz. Sipas një raporti të Daily Mail, shqiptarët kryesojnë listën e të huajve të burgosur në Angli dhe Wales, me rreth 1 në 36 burra shqiptar që jetojnë atje të ndodhur pas hekurave. Në fund të vitit 2024, numri i të burgosurve shqiptar arriti në 1100, ndërsa vetëm 3 ishin gra. Kjo rritje e ndjeshme, shtatëfishme e lartë se 15 vite më parë, lidhet pjesërisht me valën e emigracionit të palishëm, përfshirë 12.685 shqiptar që kaluan kanalin me varka të vogla në vitin 2022. Bandat shqiptare dominojnë tregtinë britanike të drogës, duke bashkëpunuar me kartelet kolumbiane për të shpërndar kokainë të lirë. Përveç trafikut të drogës, shqiptarët e përfshirë në krim janë dënuar për vrasje, krime seksuale, pastrim parash dhe kontraband me njerëz. Rastet përfshin vrasjet brutale të një burri në Cardiff me gangsterin famkeq Manedriza, i cili ka kryer disa vrasje në Mbretërinë e Bashkuar, Itali dhe Shqipëri. Në përgjithësi, të dhënat tregojnë se shqiptarët përmbëjnë 10.6% të burgosurve të huaj në Britani, më shumë se çdo kombësi tjetër. Megjithatë, kjo shifër ka filluar të bjerë pas një marrëveshjeje për transferimin e të burgosurve mes Shqipërisë dhe Britanisë në vitin 2022. Autoritetet britanike dhe Agjencia Kombëtare e Krimit i konsiderojnë bandat shqiptare një kërcënim serioz për shkak të profesionalizmit, disiplinës dhe dhunës ekstreme në eliminimin e rivalëve. Arsimi profesional në Shqipëri ka pësuar një rënje prej 20% të aftësive të rinjve në krahasim me vitin 2023. Kjo sipas raportit të fundit të Fondit Evropian të Trajnimit, duke krijuar kështu një hendek gjithnjë më të thellë midis arsimit dhe nevojave të tregut të punës dhe duke vështirësuar integrimin e të rinjve në ekonominë e vendit. Sistemi arsimor shqiptar po përballet me një krizë të thellë, teksa matjet dhe indekset ndërkombëtare vazhdojnë të tregojnë një përkeqësim të aftësive të rinjve. Sipas raportit më të fundit të Fondit Evropian për Trajnimet me titull Trajnimet, arsimi, aftësitë dhe punësimi, tendenca dhe zhvillimet 2024, aftësitë e të rinjve në arsim profesional në Shqipëri kanë pësuar një rënje prej 20% krahasuar me vitin 2023. Ky publikim tregon se për herë të dytë gjatë vitit 2024, ETF ka matur performancën e arsimit profesional në vendet që nuk janë anëtarë të BE-s. Rezultatet kanë konfirmuar se arsimi dhe formimi profesional në shumicën e vendeve vazhdon të performojë dobët, sidomos në raport me cilësinë e aftësive dhe kompetencave që ofrohen të rinjve në krahasim me të rriturit. Megjithatë, rënja e regjistruar në Shqipëri ka qenë më e theksuar duke ndikur prirje negative të evidentuar edhe në testimet ndërkombëtare si PISA. Në vende si Shqipëria, punëdhënësit shpesh përballen me boshllëqet e lëna nga sistemi arsimor, përfshirë arsimin profesional, duke u detyruar të kompensojnë në mënyra të tjera mungesën e aftësive të nevojshme të punonjësve të ri. Kjo situatë dëshmon për probleme të vazhdueshme me cilësinë e arsimit profesional.
Një tjetër aspekt shqetësues është hendiku në rritje e arsimit profesional dhe nevojave të tregut të punës, ndërkohë që të rriturit shqiptar kanë më pak mangësi në aftësitë profesionale, pasi gjatë kohës kanë studiuar, shkolla ka pasur lidhje më të forta me tregun e punës. Situata për të rinjt është përkeqësuar ndjeshëm. Në vend që të zvoglohet, ky hendek po thellohet, duke krijuar vështirësi të mëdha për integrimin e tyre në tregun e punës. Edhe pse 2 vite monitorimi nuk janë të mjaftueshme për të përcaktuar një trend të qëndrueshëm, ETF Vërens, rezultatet e vitit 2024 sugjerojnë një model të vazhdueshëm të performancës së dobët të diplomuarve në arsimin profesional. Në disa vende si Turqia dhe Moldavia, cilësia e aftësive të përfituara nga të rinjt dhe të rriturit është pothuajse e barabartë. Në të kundërt, në vende si Kirgjistani dhe Kosova, të rinjt që diplomohen nga arsimi profesional dhe hyjnë në tregun e punës kanë aftësi më të larta se kolegët e tyre të rritur. Raporti evidenton gjithashtu dallime të ndjeshme midis vendeve me evolucionin e performancës arsimore. Ndërsa shtete si Turqia, Maqedonia e Veriut dhe Egjipti kanë përmirësuar rezultatet në arsimin profesional për të rinjt. Vende të tjera si Shqipëria, Malezi dhe Jordania kanë shënuar rënje në disa raste të konsiderueshme. Për të rriturit, trendet janë përgjithsisht negative, me rënje të theksuara me vende si Malezi, Ukraina dhe Serbia, ndërsa Egjipti dhe Maqedonia e Veriut kanë treguar një përmirësim të lehtë krahasuar me vitin 2023. Këto rezultate ngren shqetësime serioze mbi të ardhmen e arsimit profesional në Shqipëri dhe mbi ndikimin e tij në ekonominë dhe tregun e punës, duke kërkuar masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe trajnimin e të rinjve. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar grupimin Houthi në Yemen se çdo sulm i mëtejshëm do të konsiderohet si një akt lufte i orkestruar nga Teherani. Trump akuzoi Iranin për mbështetje të Houthit me armë dhe inteligjencë, ndërsa grupi Houthi ka kërcënuar me vazhdimin e luftimeve ndaj anijeve perëndimore dhe Izraelit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se çdo sulm i mëtejshëm i grupit Houthi do të shihet si një sulm nga Irani dhe do të ketë pasoja të rënda për Teheranin. Deklarata e tij vjen pasi SBA ka kryer një seri të sulme ajrore kundër Houthive në Yemen. Sipas Pentagonit, Houthit kanë lëshuar mbi 18 raketa balistike dhe disa dron, por asnjë nuk ka arritur të godasë anijet amerikane. Në një postim në Truth Social, Trump i quajti Houthit bandit dhe kriminal, duke akuzuar Iranin se u jep armë, fonde dhe inteligjencë ushtarake. Ai paralajmëroi se çdo sulm i Houthive do të trajtohet si një akt lufte i orkestruar nga Irani. Sipas generalit Alexis Greenwich, SBA ka goditur mbi 30 objektiva ushtarake, përfshirë qendra e trajnimit terroriste, depo armësh dhe qendra komanduese. Ministria e Shëndetësisë në Yemen raportoi 53 të vrarë dhe 98 të plagosur nga sulmet amerikane. Trump theksoi se operacioni amerikan do të vazhdojë derisa të arrihet objektiva e tij, ndërsa këshilltari për sigurinë kombëtare, Mike Waltz, konfirmoi se disa udhëheqës të Houthive janë eliminuar. Ndërkohë Houthit kanë premtuar të vijojnë sulmet ndaj anijeve të lidhura me Perëndimin dhe Izraelin. Një peshkatar 61 vjeçar i quajtur Maximo Napa është shpëtuar mrekullisht pas 94 ditësh në det. Ai mbijetoi duke ngrënë zojsh dhe breshkadeti. Gjendja shëndetësore e peshkatarit është e mirë dhe familjarët janë entuziast për gjetjen e tij pothuajse pas 3 muajsh. Një peshkatar peruan është gjetur mrekullisht gjallë pasi kishte humbur në det për 94 ditë. Njoftonte marina e vendit në fundjavë, teksa tashmë ka dalë nga spitali pas aventurës. 61 vjeçari Maximo Napa u shpëtua nga barka e tij e vogël pasi u pikas nga një anije ekuadoriane në brigjet Chimbot në veri të Perus. Ai tregoi i përlotur në media se kishte mbijetuar duke ngrënë zojsh dhe breshkadeti. Nuk doja të vdesja, unë kam nënën time dhe mbesën e vogël, me mendjen të ato rezistova. Mendoja çdo ditë për nënën, tha Napa. Marina e Perus postoi imazhet e shpëtimit, përfshi dhe momentet e bashkimit të Napas me vëllain e tij apo kur merrte kujdes shëndetësor. Në fundjavë ai kishte dalë nga spitali në Paita. Zoti Napa ishte çuditërisht në gjendje të mirë, mund të ecte, të lahej vet, pak i trembur por në gjendje të mirë, sa kapiteni i marinës peruane, Jorgo Gonzalez. Peshkatari i raportohet se kishte dalë në det prej 7 dhjetorit nga porti i San Juan de Marcona, por kushtet e këqija të motit e kishin bërë të humbiste kursin e lundrimit. Barka e tij e vogël nuk kishte radio dhe përfundoi në det të hapur. Është një mrekulli që babai im është gjetur, tha bija e peshkatarit Ines Napa në rrjetin vendas RPP Radio. Ne si familje nuk hoqëm dorë asnjëherë nga shpresa për të ritakuar me të, ndërsa mbesa e burrit, Leila Torres Napa, tha për rrjetin RPP se familja tashmë do të festonte ditëlindjen e tij, e cila kishte kaluar gjatë kohës që ai ishte i humbur në det. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më takofshim.